Përshëndetje, mirë se vini në analizë. Në fund të tetorit në kryeqytetin kroat Zagreb është mbajtur simpoziumi me temë Një botë në udhkryq, bashkëpunimi midis Kinës dhe vendeve të Europës qendrore dhe lindore. Ky simpozium është organizuar nga Instituti i Studimeve Europiane të Akademisë së Shkencave Sociale të Kinës, nga Ambasada Kineze në Kroaci, Shkolla e Ekonomisë dhe Menaxhimit në Zagreb. Sot për të folur rreth këtij simpoziumi është një mike e studios son, analiste dhe kryeredaktore e portalit online Argumentum.al, Mariana Doda. Faleminderit Mariana që zgjodhe studion ton për të folur rreth këtij eventi. Është një event i cili besoj që ka edhe edicionet e tij, pasi shpesh kemi folur për veprimtari të organizuara nga Akademia Kineze e Shkencave Sociale, me sa po kuptoj pra këtë radhë ka qenë vendi mikpritës Kroacia. Ky është një simpozium në të cilin edhe ju keni marrë pjesë. A mund na tregoni rreth temës në përgjithësi, por edhe pjesëmarrjes? Së pari, faleminderit për ftesën, vërtet është gjithmonë kënaqësi që të bashkëndajmë të tilla tema. Sigurisht unë në këtë simpozium isha edhe në cilësinë e pjesëmarrjes, por edhe e folësës në këtë simpozium të rëndësishëm i cili faktikisht zhvillohet çdo vit. Këtë vit është zgjedhur Kroacia, në fakt Kroacia... Duket se keni qenë edhe në një edicion tjetër. Po, vitin e kaluar, ky simpozium u mbajt në fakt në 10 vjetorin e saj në Pekin. Dhe tashmë si duket është bërë në 3 ditë edhe për t'i bashkëndarë këto simpoziume edhe në vendet anëtare të këtij mekanizmi Kinë Evropë qendrore dhe lindore. Faktikisht Kroacia është shumë afërt me ne edhe si vend ballkanik, por si një vend antar i Bashkimit Evropian, i cili më së miri në fakt e përvajson edhe pjesëmarrjen edhe antarësimin e saj në këtë mekanizëm, ndaj edhe ky simpozium u zgjodh pikërisht të zhvillohej në Zagreb. Faktikisht Zagrebi është edhe një shembull, ose Kroacia, le të themi, është një shembull i bashkëpunimit në kuadër të këtij mekanizmi Kinë Evropë qendrore dhe lindore. Sigurisht është edhe një shembull për ne, duke qenë se faktikisht Kroacia është një vend mik dhe partner edhe i Shqipërisë, dhe sigurisht ne kemi kaq shumë për të bashkëndarë mes dy vendeve tona. Në fakt neve Kroacinë dhe Sloveninë, meqense janë dy vende të rajonit tonë, i kemi edhe si modele për sa i përket integrimit evropian të Shqipërisë. Pa diskutim. Dhe ndërkohë ju keni, siç e thatë edhe vetë, pra doja të dija në fakt pjesëmarrje në tërësi dhe për të kaluar tek fjala që ju keni mbajtur. Sigurisht ky lloj simpoziumi vjen duke patur një pjesëmarrje të gjithë studiuesve, akademikëve, analistëve, të cilët bashkëpunojnë dhe bashkëveprojnë me këtë institut, por të cilët janë tashmë edhe në kuadër ky bashkëpunim sigurisht vjen edhe në kuadër të pjesëmarrjes në këtë mekanizëm Kinë Evropë qendrore dhe lindore. Kështu që pjesëmarrja ka qenë e gjerë nga të gjitha vendet të këtij rajoni, por sigurisht ka qenë pjesëmarrja nga Greqia, nga Gjermania, nga Letonia, ka qenë sigurisht nga Shqipëria dhe Serbia, po ashtu edhe nga Malizi. Gjithashtu duhet përmend një pjesëmarrje shumë të rëndësishme siç është Hungaria, Çekia, Polonia, pra edhe Rumania. Sigurisht pra duke përmbushur, le të themi, patur një lloj panorame të plot. Një panoramë goxha e zgjeruar. Absolutisht, dhe ka qenë një pjesëmarrje e madhe në dhe besoj që patjetër ka patur edhe përfaqësues të Akademisë Kineze të Shkencave Sociale. Pa diskutim se sigurisht ata janë edhe në kuadrin e organizatorëve kryesor të këtij simpoziumi, dhe sigurisht kishte shumë pjesëmarrje edhe nga Kina dhe nga institute të ndryshme, por sigurisht edhe nga universitete të ndryshme në Kinë. Dhe sigurisht ky është, le të themi, edhe fokusi kryesor në këtë simpozium, jo vetëm për të trajtuar tema të caktuara, por edhe për të patur mundësi për të lidhur kontakte dhe mundësi bashkëpunimit dhe bashkëveprimi ndërmjet instituteve apo edhe vetë akademikët të cilët mund të lidhin kontakte dhe mund të shikojnë këtë një lloj platforme bashkëpunimi në VMC. Kuptueshëm, juve në këtë simpozium keni qenë një përfaqësuese nga Shqipëria dhe keni mbajtur një fjalë atje. Mund të ndalemi pak tek fjala juaj, ndoshta ju jeni ndalur tek eksperienca shqiptare, gjithsesi kjo sigurisht do të na e thoni.
Në fakt, Shqipëria është antare që në kryet e herës që është hapur ose është zhvilluar, është lançuar ky mekanizëm dhe për hir të së vërtetës ka patur pak, le të themi, benefite në krahasim me vendet e tjera antare në këtë mekanizëm. Megjithatë, ka qenë që në kryet e herës pjesëmarrëse në këto forume edhe e ka ndjekur në vimësi të gjitha forumet, jo vetëm në kuadër të simpoziumet të tilla që kanë një pjesëmarrje të akademikëve dhe instituteve, por sigurisht edhe një rang pak më të lartë, duke të quar atë një rang më zyrtar. Pjesëmarrja ime në këtë simpozium si analiste dhe si gazetare, sigurisht kishte në fokus Shqipërinë dhe nisur dhe nga tema këtij simpoziumi që është një botë në udhkryq për të parë të gjitha mundësitë që janë në këtë situatë që është mekanizmi në situatën aktuale, sepse ai ka një eksperiencë të gjatë, por gjithsesi çdo mekanizëm shikohet edhe në përditshmërinë, edhe në zhvillimet aktuale. Për të qenë dhe me koherent me të gjitha zhvillimet globale. Faktikisht ne flasim gjithmonë, sidomos këtë vit, flasim për një botë që është në udhkryq, flasim për një botë që kemi përballë të panjohurave. Megjithatë, në këtë situatë, le të themi që është gati e paqartë, mund të themi që është koha të paktën në këndvështrimin tim dhe është ajo që unë kam theksuar dhe në këtë simpozium që edhe Shqipëria të rishikoje, të rimendoje aleancat dhe partneritetet e saj. Pa diskutim që ne flasim se ka qenë një botë shumë e vrullshme, le të themi, gjithë ky vit me gjithë ato zhvillimet të jashtëzakonshme, qoftë në gjeopolitik dhe gjeoekonomi. Por kemi parasysh, edhe pse ne jemi një vend i vogël, kur flasim për gjeopolitikë, kuptojmë që duhet të kemi edhe nocionin e gjeopolitikës se çfarë ofron. Pra, domethënë një lloj politike që varet edhe nga gjeografia. Dhe fatmirësisht ne, ose le të themi, nuk e di, ndoshta për të tjerë mund të jetë dhe jo aq fatimirë, por ne jemi një pozitë gjeografike shumë të rëndësishme, që le themi është midis lindjes dhe perëndimit. Një rrugë që ne duhet ta shfrytëzojmë për të krijuar partneritete dhe për të mos qenë, le të themi, ndoshta vetëm fanatik të një njëjtës palë, por duke qenë pak më të hapur edhe ndaj Kinës. Ndoshta ky është një mundësi për të riangazhuar dhe për të riparë të gjitha mundësitë e një bashkëpunimi edhe më të vrullshëm, edhe më të një le të themi hap pak më të lartë. Dhe ndërkohë kishte, besoj, edhe nga vende të tjera, mbase në këtë kuadër, përveç paraqitjes secilit vend, të panoramës të secilit vend, janë hedhur edhe sugjerime për një vimësi të këtij bashkëpunimi, apo jo? Është vërtet, ajo çka unë pash edhe në këtë simpozium, si kundër dhe në simpoziumin faktikisht të vitit të kaluar në Pekin, le të themi që këto vende anëtare që përfaqësohen nga institutet serioze, të rëndësishme, akademik, studiues, analist, gazetar, por edhe pedagog të universiteteve të ndryshme, e shikojnë këtë si një mundësi, dhe në fakt është një mundësi shumë e mirë, për të krijuar partneritete, pa diskutim, për të bërë projekte të përbashkëta, të cilet kanë në fokus dhe në interesin e vetëm, le themi, në nivelin akademik, pra për të dërguar në një nivel edhe më të lartë të lloj bashkëpunimi. Ashtu siç është edhe niveli i akademisë kineze të shkencave sociale, që është mjaft e njohur për veprimtarinë e saj. Megjithatë, duke u ndalur tek mekanizmi është krijuar që në vitin 2012 dhe patjetër që është një platformë apo një iniciativë e cila ka luajtur një rol vital në nxitjen e bashkëpunimit ekonomiko-tregtar, por jo vetëm midis Kinës dhe vendeve të Europës qendrore dhe lindore, ka patur më së shumti në rastin e Shqipërisë shkëmbime akademike, shkëmbime kulturore, shkëmbime njerëzore, sigurisht që vijon puna edhe për shkëmbime tregtare dhe ekonomike, dhe ato i kemi parë nga shifrat e Instatit, Kina si një partner i rëndësishëm tregtar i Shqipërisë. Megjithatë, për sa i përket këtij mekanizmi, ai në fakt ka prodhuar edhe rezultate të prekshme, siç e thatë edhe ju, në vendet që përmendet të Europës qendrore dhe lindore, dhe nëse do të afrohemi edhe në vendet e rajonit ton. Por gjithsesi, në këtë simpozium besoj që është folur për potencialet që janë për të shfrytzuar në të ardhmen. Jemi edhe afër vitit 2026. Çfarë parashihet për këtë mekanizëm dhe bashkëpunimet e tij?
Po, sikur e thash dhe në fillim, ky lloj simpoziumi ka në fokus të gjitha këto shkëmbimet dhe bashkëpunimet në nivelin akademik. Por jo vetëm, sigurisht janë trajtuar se të gjitha këto studiues kanë paraqitur, domethënë secili për vendin e tyre përkatës të gjitha mundësitë dhe prosperitetin për vitet në vijim në kuadër të këtij mekanizmi. Sigurisht vendet e tjera anëtare për hir të së vërtetës janë disa hapa më përpara në sa i përket bashkëpunimeve intensive me Kinën në fushë të ndryshme. Pra jo vetëm në kuadër të shkëmbimeve akademike, por sigurisht edhe në atë ekonomike dhe tregtar. Dhe për hir të së vërtetës, kjo më bën pak çudi se vetë vendet europiane që janë dhe anëtare të këtij mekanizmi, kanë lidhje kaq të ngushta ekonomike dhe bashkëpunimi tregtar me Kinën, por sigurisht ne si vende ende në zhvillim, si vende që adorojmë drejt Bashkimit Evropian, por sigurisht kemi kaq shumë nevojë për suporte dhe për bashkëpunime të tjera ekonomike, jemi ende vend numro, ose për të thënë që nuk kemi bërë shumë hapa në këtë drejtim. Dhe kjo është një mundësi e humbur për mendimin tim, sepse Kina ka kaq shumë potencial për të ofruar në fushë të ndryshme bashkëpunimi, sigurisht në kuadrin e bashkëpunimeve ekonomik, kulturor, por ne kemi edhe një shtyllë shumë të rëndësishme të ekonomisë të vendit tonë, siç është turizmi. Edhe në këtu kuadër, edhe në fjalën time, i kam theksuar faktin që ne duhet sigurisht të riangazhohemi dhe të punojmë edhe më shumë sa i përket krijimit të një fluksi më të madh të turistëve, për shembull, se sigurisht hapja dhe bashkëpunimi në vitin 2023, pra në kuadër e vizave, heqja e vizave reciproke, ajo ka dhënë rezultate shumë konkrete të cilat po i shikojmë edhe ne si media, por gjithsesi edhe ka krijuar ndoshta edhe një lloj ndërgjegjësimi edhe në vendin tonë që ne kemi nevojë sigurisht edhe për një treg të qëndrueshëm. Pra nuk kemi nevojë vetëm për atë turistin që ka të nocionin e mirëfill turist që vjen dhe iken, por kemi edhe nevojë për një turist të qëndrueshëm, pra që rikthehet her pas here. Dhe Kina ka këtë potencial. Është të caktuar takimi i ardhshëm, besoj, cili do të jetë vendi që do të mikpresë. Faktikisht shumë e bukur dhe kjo pyetje, sepse ka qenë dhe një ftesë nga ana ime që duke qenë se në fakt Kina dhe ky lloj simpoziumi ka tashmë traditë që të bashkëndahet dhe të shkojë gati në vende të ndryshme anëtare të këtij mekanizmi. Shpresoj që edhe në vitet e ardhshme një simpozium i tillë të mund të zhvillohet edhe në Shqipëri, dhe kjo ishte edhe ftesa ime edhe nëpërmjet kësaj fjalës time në këtë simpozium, sepse kjo do të jepte edhe një hovë të ri këtij bashkëpunimi, por pa diskutim edhe mundësi akademikëve shqiptar, mediave dhe gjithë grupeve që janë të interesuara për të punuar dhe për të bërë kërkime të mëtejshme dhe për të parë mënyrat kjo nuk bëhet fjalë vetëm se kur flasim për këtë mekanizëm që vjen nga Kina, dhe këtu nuk bëhet fjalë vetëm drejt për drejt me bashkëpunime me studiues akademik që janë në nivelin më të lartë profesional nga Kina, por sigurisht edhe nga vendet e tjera anëtare të Bashkimit të Europës. Me siguri që akademikët mes veti kanë në kontakte, tashmë jemi në kohën e teknologjisë dhe secili mund të kontaktoj në kohë reale me këdo, por ndoshta këto lloj takimesh të përvitshme, siç është ky rast, apo takime fizike me edhe marrëdhënien, edhe ndërveprimi dhe mendimet ndahen mes njëri tjetrit. Sigurisht. Mariana, unë të falenderoj shumë që na solli jo vetëm informacion nga një aktivitet i tillë i rëndësishëm, por sigurisht edhe të uroj dhe suksese në këtë pjesëmarrje tënde, në këtë përfaqësim tëndin edhe në punën tënde. Shumë faleminderit ju. Të dashur miq, sot në analizë ishte e ftuar analistja, kryeredaktore e portalit online Argumentum.al Mariana Doda, e cila përcolli një informacion të gjerë rreth simpoziumit me temë Një botë në udhkryq, bashkëpunimi midis Kinës dhe vendeve të Europës qendrore dhe lindore, që është mbajtur në fund të tetorit në Zagreb të Kroacisë. Ju falenderoj që qëndruat me analizë. Miru takofshim.